Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 11 në News 24. Do të njihemi me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente. Ambasada amerikane në vendin ton njofton se pavarësisht dhënies së vizave për të udhëtuar në Amerikë, kontrolli do të jetë i vazhdueshëm me qëllim garantimin e sigurisë dhe integritetit. Në një njoftim të publikuar në rrjetet sociale, Ambasada amerikane nënvizon se Departamenti Amerikan i Shtetit është i përkushtuar të bëjë Amerikën më të sigurt përmes politikave më kërkuese. Ambasada thekson se një masë thelbësore është kontrolli i vazhdueshëm i vizave për të gjithë individët. Kontrolli i vizave amerikane nuk ndalon pas lëshimit të vizës. Ne i kontrollojmë vazhdimisht mbajtësit e vizave për të siguruar që ata ndjekin të gjitha ligjet dhe rregullat e emigracionit të Shteteve të Bashkuara dhe ne do t'u heqim vizat dhe do t'i dëbojmë nëse nuk e bëjnë këtë, thuhet në njoftimin e Ambasadës amerikane në Tiranë. Ministria e Mbrojtjes ka zbardhur deklaratën e firmosur mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës për bashkëpunimin ushtarak. Ajo parashikon promovimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimin në industrinë përkatëse mes 3 shteteve të rajonit tonë. Ministria e Mbrojtjes publikoi deklaratën e përbashkët që u nënshkrua më 18 mars në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes të Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë në kuadër të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, e cila ka ngjallur reagime nga Serbia dhe Mali i Zi. Deklarata fokusohet në forcimin e bashkëpunimit për ruajtjen e paqes, duke përfshirë sektorin e industrisë së mbrojtjes, luftën kundër kërcënimeve hibride dhe mbështetjen për integrimin euroatlantik. Ajo thekson bashkëpunimin në fushën e forcimit të kapaciteteve të mbrojtjes, investimet në teknologjinë e mbrojtjes dhe identifikimin e mundësive për bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, po ashtu parashikon trajnime dhe bashkëpunim në edukimin ushtarak, si dhe mbështetje për perspektivën e Kosovës në NATO. Deklarata u nënshkrua nga ministrat e mbrojtjes të 3 vendeve. Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e konsideroi nënshkrimin e kësaj deklarate si një hap që mund të çojë në një garë armatimi në rajon dhe që sipas tij përbën një shkelje të marrëveshjes në rajonale të vitit 1996. Por në një reagim në rrjetet sociale, ministri shqiptar i mbrojtjes Piro Vëngu thotë se marrëveshja për mbrojtje dhe siguri mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë është një bashkëpunim i natyrshëm mes 3 shtetesh sovrane. Si aleat kemi një vlerësim të njëmend, shton ai, mbi kërcënimet që synojnë të pengojnë të ardhmen europiane të rajonit ton. Ndaj kemi vendosur të bashkëpunojnë, deklaron Vëngu, për të rritur kapacitetet tona mbrojtëse dhe për të mbështetur integrimin e Kosovës në mekanizmat rajonal. Sipas tij, Serbia duke ndjekur prej 2 vitesh një politikë të karrigës boshe në iniciativat rajonale, ja ka pezulluar në mënyrë të njëanshme vetes mundësinë për të nxitur ose për të marrë pjesë në konsultime shumë palshe. Autoriteti portual i Vlorës ka njoftuar se për shkak të motit të keq, duke nisur nga sot deri të hënën më 24 mars, në orën 22 do të anulohet udhëtimi me tragjetin e linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Gjithashtu, nga datat 23 deri në 25 mars, do të ndalohet edhe lundrimi i mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit, me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike. Kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë e ekipazhit në mjetet lundruese, thuhet në njoftimin e autoritetit portual. Pasi u dëmtua nga shirat e rrëmbyeshëm në nëntor të vitit 2023, një pjesë e aksit kombëtar Qafbualli Klos nuk është rikonstruktuar ende. Banorët e zonës tonë se firma Gjoka, që ka përgjegjësinë për mirëmbajtjen e rrugës, si zgjidhje ka parë mbushjen e gropës me çakëll, ndërsa kërkesa e tyre për asfaltimin e saj nuk është marrë parasysh. Pasi u dëmtua nga shirat e rrëmbyeshëm në nëntor të vitit 2023, aksi kombëtar Qafbualli Klos ende nuk është rikonstruktuar.
Shirat e dendur mbushën tombinon e rrugës në fshatin Fshat, duke shkaktuar çarje të asfaltit, ndërsa firma Gjoka, që ka përgjegjësinë për mirëmbajtjen e këtij segmenti, si zgjidhje të vetme, ka parë mbushjen e gropës me çakëll. Banorët e zonës thonë se rruga mund të degradohet edhe më shumë nga lëvizjet e shpeshta të automjeteve, duke u shndërruar në burim aksidenti, ndaj bëjnë apel firmës kontraktore dhe Ministrisë së Infrastrukturës të marrin masa për asfaltimin e saj. Ka një vit që bëj këtë rrugë dhe për herë e shoh kështu në këtë gjendje. As gjysmë me tërkuvi. Ishte e domosdoshme, sidomos në pikat kyçe ku ka dhe kryqëzime dhe ku koordinohen rrugët ndërmjet zonave, siç është Klosi apo zona këtij. Duhet ishte, po pse s'bëhet thotë? Pse s'bë? Ku shkojnë këto lekët që i marrin ato për ta bërë për këto 200 metra dhe. Banorët thonë se kërkuan që shtrimi i kësaj pjese të rrugës të bëhej në kohën kur po kryheshin punimet në rrugën e Arbrit, por nuk u mor në konsiderat nga institucionet përgjegjëse. Një 33 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti në aksin rrugor Berat-Dimal. Aksidenti ndodhi në fshatin Otlak, ku drejtuesi i makinës banues në Kuçov, duke drejtuar automjetin tip BMW, ka humbur kontrollin dhe përpasoj makina ka dalë nga rruga. Nga përplasja e fortë ka gjetur vdekjen e menjëhershme pasagjerit 33 vjeçar, ndërsa drejtuesi i makinës është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqave dhe rrethanave të aksidentit. Qytetarët e Kukësit protestuan për rritjen e sigurisë në rrugë pasi një 51 vjeçar që lëvizte me motor u përplas për vdekje nga një automjet që qarkullonte me shpejtësi të lartë. Banorët kërkuan vendosjen e kufizuesve të shpejtësisë në rrugë, ndërtimin e trotuarve si dhe ndriçimin e rrugëve. Pas aksidentit që ndodhi mëngjesin e 21 marsit në aksin rrugor Kukës-Morin, ku një 51 vjeçar humbi jetën pasi u përplas nga një automjet në hyrje të qytetit, banorët e zonës protestuan këtë të shtunë, duke kërkuar ndërhyrje nga autoritetet për rritjen e sigurisë në rrugë. Banorët kërkuan vendosjen e kufizuesve të shpejtësisë në të dy akset kombëtare, pasi automjetet lëvizin me shpejtësi të lartë. Duhet të vinë bërdurat mirën masa paraprake që të rregullohet kjo rrugë që të jetë në kontroll rruga. Problemet kryesore në këtë rrugë janë shpejtësia e madhe e makinave, trotuar nuk ka hiç fare për me shku fëmijët në shkollë. Të rrezikum llogaritë më me jetë njëri, çka do të thonë më tepër. Ja vdiq njëri dje. S'është i vetmi, kanë ndodhur shumë 10 veta më tepër. Të zbatohet rregulloria për shoferat dhe për kamësorët. Të bëhet me çdo kusht preqet për me ndalu shpejtësinë shoferit. Se këtu janë të hecë edhe pa kanë shofera. Banorët thonë se në vende ku ndodhi aksidenti nuk ka trotuare, ndërsa kushtet bëhen edhe më të vështira gjatë natës, pasi mungon ndriçimi. Edhe janë dy rrugë kryesore, dy hyrjet kryesore për në qytetin e Kukësit, që janë rrugë që lidhen me autostradën, janë pa trotuare, pa bordura, pa asnjë gjë. Mirën masa paraprake ose ne do ta bllokojmë çdo ditë rrugën. 2025, s'ka trotuar, s'ka ndriçim. Çive ku ndalu ndriçimi? 1.5 milion euro janë investuar vetëm 10. A shprung rruga, është lanë mes. 5 vdekje me na 24 orëve. Po kemi frikë për fëmijët tonë. Nëse Bashkia e Kukësit dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar nuk marrin masa konkrete, banorët paralajmëruan se do të bllokojnë të gjitha akset hyrëse dhe dalëse në qytet. Banorët e fshatit Morav në Berat prej vitesh përballen me mungesën e investimeve në infrastrukturë, përpasoj gjendja e rrugëve dhe rrjeti i kanalizimeve janë degraduar. Ata thonë se fshati është përmbytur disa herë, megjithatë Bashkia e Beratit nuk i ka marrë parasysh kërkesat dhe ankesat e tyre. Kjo është gjendja e rrugëve në fshatin Morav të Beratit, ku pellgjet me ujë, balta dhe kanalet e hapura e përshkojnë ato tej për tej. I gjendur vetëm 9 km larg qytetit të Beratit, gjendja e rrugëve në fshatin Morav është e degraduar. Banorët thonë se prej 3 dekadash në fshatin e tyre nuk është bërë asnjë investim nga pushteti lokal, ndërsa gjendja e rrugës përkeqësohet sidomos në ditët me shi. Kur bie shi, këtu s'kalon dot. Tërkohën kështu vinë ata e grisi çik me skrep ata, hajde. Bien ajo rrugë çakull gjoja. Fëmijë shkollë ikin në përshirë, në përbalt, në pëllus, që është rruga. Shi vetë këneta kër vjen era kërëm, se s'ka analizimi asë një përgje. Si mos më keqe, rashi u pardi e tërë ujtë më myri bërë në shpi. Me kanalizime, me fekale, me qajshim, me qasishim, të tërë për ndodhër aty.
Përpos rrugëve, banorët ngren edhe shqetësimin se kanalet e ujrave të zeza janë tërësisht të hapura dhe kundërmojnë erë të rënd në zonë. Të shqetësuar, ata thonë se këto kanale po shndërrohen në burime infeksionesh për ta. Që ku është prisu sistemi, e deri më sot na kanë gënjur, do të bëjmë kanalizim të ujrat të zeza, të ujrat i kemi brenda me të jepim. Janë çfarë tubacionet, kanalizimet tani ma tan të shikosh, më fal deri në tervekalet. Le merin marrin këte njerëzit. Tërbe arim mizat vinë nga kanali aty që kanë dhënë ujrat të zeza, që kanë dhirë banjot jashtë motor, se është turp të thuash, turp, se s'ka ku dojme. Jemi ta mem si ata sklibrit që jetojnë në varfëri. Pavarësisht shqetësimit të ngritur ndër vite prej tyre, banorët thonë se nuk është marrë asnjë mas nga Bashkia e Beratit për rikonstruksionin e rrugës dhe për rehabilitimin e rrjetit të kanalizimeve. Në 7 qarqe të vendit do t'jenë 138 fshatra, ku do t'lejohet kultivimi i kanabisit për qëllime mjekësore. Vendin e parë mban Gjirokastra me 53 fshatra. Në Shqipëri do të jenë 138 fshatra në 7 qarqe të vendit që janë licencuar për kultivimin e kanabisit mjekësor. Në 6 mars 2025 Këshilli i Ministrave miratoi zonat kadastrale, ku do të lejohet kultivimi i kanabisit mjekësor. Vendin e parë mban Gjirokastra me 53 fshatra, ndërsa pasohet nga Kuksi me 23 fshatra, Shkodra me 17 të tillë. Në Vlorë janë licencuar 15 fshatra, ku do të lejohet kultivimi i kanabisit mjekësor, ndërsa Fieri ka numrin më të vogël të fshatrave të licencuar, plot 4 të tillë. Më parë qeveria ka miratuar dhe standardet për zonat dhe parcelat e tokës, në të cilat do të lejohet kultivimi i bimës së kanabisit për qëllime mjekësore. Standardet për kultivimin e kanabisit parashikojnë që zonat e kultivimit nuk duhet të jenë brenda kufirit të zonave të mbrojtura e të zonave me përparësi zhvillimit të turizmit, të pyjeve, kullotave dhe livadeve, zonat ushtarake dhe atyre që janë të përcaktuara si sistem urban në dokumentet e planifikimit vendor të territorit. Largësia e këtyre parcelave duhet të jetë paktën 3 kilometra në rrugajrore, nga parqet e bletëve të miratuara sipas legjislacionit për bletarin, si dhe nga zonat ushtarake. Shqipëria e miratoi ligjin për kultivimin e kanabisit mjekësor në vitin 2023 dhe Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Kanabisit pritet të nisë nga puna për të licencuar kompanitë që do të shfaqin interes për këtë biznes. Veç eksperiencës, kompani duhet të investojnë minimalisht 10 milion euro dhe duhet të sigurojnë kontrata eksporti për jashtë vendit, pasi kanabisi mjekësor është i destinuar vetëm për eksport. Pas sulmit me armë në godinën e CFO Pharma, policia ka mundur të zbulojë itinerarin që kanë ndjekur autorët. Gjurmët e fundit automjetit me të cilin udhëtonin autorët e sulmit janë në zonën mes Fushkrujës dhe Fushkuqes, ku automjeti mendohet të jetë shkatëruar. Policia e Tiranës ka mundur të rindërtojë të gjithë mekanizmin e sulmit me armë ndaj kompanisë farmaceutike, CFO Pharma të Nadir Qaushollit, pasi derdhe me breshëri Kalashnikov mbi 30 plumba mbi godinën e gjamë të autorët e dyshuar të ngjarjes. Sipas hetuesve janë larguar në drejtim të Vorrës. Burime pranë grupit të hetimit thanë se përmes kamerave të sigurisë është ndjekur trajektoria e lëvizjes së automjetit të autorëve të dyshuar, por ende nuk është identifikuar se në pronësi të kujt është, pasi dyshohet se është i vjedhur jashtë vendit dhe targat janë po ashtu të vjedhura. Gjurmët e fundit të automjetit me cilën udhëtonin autorët e sulmit janë fiksuar në zonën mes Fushkrujës dhe Fushkuqes. Në atë zonë nuk janë siguruar më kamera për të identifikuar bazën ku automjeti mendohet të jetë shkatëruar, pasi pas sulmit nuk pati njoftime për djegje makine. Për këtë shkak është shtruar kontroll në disa baza dhe banesa, por pa rezultat. Lidhur me motivin, prokuroria po heton në disa pista, siç është konkurrenca, por edhe përfshirja e Nadir Qaushollit në dhënie fajdesh. Burimet nga policia bëjnë me dije se pronari i CFO Pharmës ka dyshime të jetë i përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm dhe ka patur me herët një hetim proaktiv ndaj tij, edhe pse vetë Qausholli gjatë marrjes në pyetje pretendon se sulmi vjen nga konkurrenca. Prokuroria po vjon me marrjen e dëshmive të personave që mund të kenë dijeni për konfliktet e biznesmenit, e po ashtu është duke hetuar aktivitetin e CFO Pharmës. Besimtarët Bektashin festuan Sultan Nevruzin, ditëlindjen e Imam Aliut. Në ceremoninë e mbajtur me këtë rast në kryegjyshatën botërore, kryegjyshi Haxhi Dede Edmond Brahimaj uroi të gjithë besimtarët për një të ardhme më të mirë e më të begat. Në këtë ditë uruan edhe krerët e politikës shqiptare.
Besimtarët Bektashin festojnë këtë të shtunë ditën e Sultan Novruzit, ditëlindjen e të madhit Imam Aliu, ditën në të cilën sipas besimtarëve lind shpresa e ringjallja për njerëzimin. Mirë se vjen Novruzi Sultan, merhaba, merhaba, Novruzi Sultan. Sultan Novruzi është një ditë e re kur të gjithë shpresojnë për një të ardhme më të mirë. Bektashinit besojnë Zotën e madh dhe të vërtet, Muhammed, Alin, Hatijen e Fatimen dhe Hasan dhe Hussein. Në ceremoninë organizuar në kryegjyshatën botërore të Bektashinëve në Tiranë, kryegjyshi botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj uroi të gjithë besimtarët për një të ardhme më të mirë e më të begatë. Në këtë ditë të reflektimi të thellë shpirtëror të historisë së Imam Aliut dhe dashurie e madhe që profeti Muhammed kishte për të, duke të kuptojmë se jeta e përkohshme materiale duhet jetuar duke bërë vepra të mira, duke treguar dashamirësimin e njëri tjetrin dhe duke besuar në Zot. Në këtë ditë uroi dhe politika shqiptare. Presidenti Bajram Begaj u shpreh për rëndësinë e vlerave shpirtërore dhe unitetit që simbolizon kjo festë për besimtarët Bektashin. Kjo ditë e shenjtë që vjen së bashku me pranverën sjell begati e mirësi në çdo vatër tuaj dhe të çdo shqiptari, shkruan presidenti Begaj, ndërsa nga kryegjyshata botërore e Bektashinëve, kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali u shpreh se kjo ditë simbolizon ringjalljen e natyrës. Kjo është një festë e rëndësishme për të gjithë shqiptarët, simbolizon ringjalljen e natyrës, sjell të mirën pra nesh, më shumë dritë dhe i merr natës për t'i dhënë ditës, është ditëlindja e bekuar e Imam Aliut dhe përkon me pranverën e cila mund dimrin e ftohtë dhe arrin që në çdo zemër të njerëzve të sjellë të mirën. Edhe kryeministri Edi Rama uroi besimtarët Bektashin gëzuar ditën e Sultan Novruzit. Gjithashtu edhe kreu i Partisë Demokratike në rrjetin social Facebook uroi në këtë ditë të shënuar për të cilën tha se është një ditë besimi, mbarësie dhe shpresë të pashuar. Nga paraburgimi, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta uroi për besimtarët Bektashin përshëndet, mbarësi dhe begati në çdo familje shqiptare. Shtëpia e Bardhë ka publikuar një urim që presidenti amerikan Donald Trump ju ka drejtuar të gjithë besimtarëve me rastin e ditës së Sultan Novruzit, urimet më të ngrohta për të gjithë ata në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar globin që festojnë festën e lashtë të Novruzit, thuhet në urimin e presidentit amerikan. Novruzi është një rast i gëzueshëm për popullin persian që shënon fillimin e pranverës dhe vitin e ri persian. Kjo traditë e gjatë paraqet një kohë për të reflektuar mbi bekimet e vitit të kaluar dhe për t'u përgatitur për pranverën e ardhshme me një frym të ri për të rirë optimizmi. Populli persian, me kulturën e tij të gjallë dhe talentet e jashtëzakonshme në fusha të tilla si matematika, shkenca, ligji, teknologjia dhe artet, jep shumë kontributo integrale në shoqëri, thuhet në urimin e Trump. Në emër të Shteteve të Bashkuara, shpreh përshëndetjet e mia më të mira për një festë të gëzueshme, shkruan presidenti amerikan. Papa Francesku do të dalë sot nga spitali ku ka kaluar më shumë se një muaj, duke u trajtuar për pneumoni të dyfisht, njoftoi doktori i tij, kreu i ekipit që kujdeset për papën. Shtrimi aktual i Papa Franceskut ka qenë qëndrimi i tij më i gjatë në spitalin Gemelli, nga zgjedhja e tij si pap 12 vjet më parë. Vatikani tha se gjendja e papës dukej se po përmirësohej, duke shtuar se pneumonia e tij konsiderohet tashmë si nën kontroll. Ai nuk ka më nevojë për frymarrje të asistuar, por ka vazhduar të marrë oksigjen. Javën e kaluar, Papa miratoi një proces të ri reformash 3 vjeçare për Kishën Katolike, duke dërguar një sinjal të fortë se ai synon të qëndrojë në këtë post pavarësisht qëndrimit të tij të gjatë në spital. Publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Në çdo stin, së fundmi aty u ndalën përfaqësues të IPA në Shqipëri dhe të vendeve të rajonit. Ata u impresionuan nga teknologjia dhe investimet e Hysembelliu Group në fabrikë, si dhe vlerësuan shijen origjinale dhe unike të birrës Korça.
Fabrika elitare ku prodhohet bira e parë shqiptare Bira Korça është ndërruar në një pol të rëndësishëm të qytetit juglindor, e frekuentuar tashmë në çdo sin të vitit. Vizitorët e radhës ishin përfaqësues nga IPA Albania dhe shtetet të tjera të Ballkanit, të cilët patën mundësinë të shihnin nga afër procesin e prodhimit dhe teknologjinë bashkëkohore që përdoret në fabrikë. Ata u impresionuan nga investimet e shumta dhe angazhimi i Hysembelliu Group për të ofruar një produkt me cilësi të shkëlqyer, e cila është e njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej kufive. Bira e sapo prodhuar mori vlerësime maksimale nga vizitorët, të cilët e vlerësuan për freskinë dhe shijen unike. Është për të përgëzuar një vepër e tillë e cila për pak kohë mbush 100 vjetorin e krijimit dhe si thua është simboli i Korçës. Ja vlejti kjo vizitë në këtë fabrikë. Me një histori të gjatë gati një shekullore, fabrika e birës Korça vazhdon të mbetet simboli i suksesit të industrisë shqiptare të birës dhe një atraksion për vizitorët që vijnë për të përjetuar një pjesë të traditës dhe kulturës së qytetit. Kjo fabrikë është hapur që nga viti 1928 dhe ky fakt është shumë mahnitës për mua, sepse kjo vërteton se prodhimi i birës ka qenë një traditë e vjetër. Kjo shpjegon gjithashtu sepse Bira Korça është kaq e mirë për të pirë. Faleminderit edhe një herë IPA dhe gëzuar me birën Korça. Faleminderit presidentit të IPA dhe njerëzve të kësaj fabrike që ne të shohim se si teknologjia moderne mund të përdoret edhe në vende historike për të ndërlidhur me njëra tjetrën. Natën e kaluar ishte hera e parë që e provova birën e Korçës, Dark Beer. Është një birë shumë e mirë dhe do t'ja u sugjeroj miqve të mi. Jam si të tifoz i mi shmendur sepse e kam pirë shpejt dhe tani Bira Korça nuk ka vetëm atë që themi Bira Korça, po ka shijen, ka dhe të bukur. Po ti shikojmë këto dhe ti këtë shikojmë dhe për të shio sa të bukura e. Nëpërmjet bukurisë edhe shija shtohet. Prandaj Bira Korça është absolute. Përfaqësuesit e IPA-s u ndalën edhe tek shtëpia e birës Korça, një vend i veçantë që ofron një atmosferë të ngrohtë dhe mikpritse, ku çdo këmbë pasqyron traditën dhe historinë e qytetit. Ata shijuan gatimet tradicionale të zonës, shije autentike që u shoqëruan me birën e freskët Korça, e cila jo vetëm që është një simbol i cilësisë, por edhe një përforcues i përvojës gastronomike. Përfaqësuesit e IPA ishin në Korçë në kuadër të kongresit të 6 të IPA-s Section Albania, një ngjarje e rëndësishme për të gjithë ata që punojnë në fushën e sigurisë dhe forcimit të ligjit. Në fund të aktivitetit që u mbajt në teatrin Andon Zako Çajupi, u shpërndan certifikata mirënjohjeje. Një ndër to ishte pikërisht shtëpia e birës Korça, e vlerësuar për mbështetjen e vazhdueshme të IPA Section Albania në misionin e saj. Prokuroria e Tiranës përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim Mario dhe Andi Roshin, vëllezër administrator të 2 qendrave masazhi, të cilët rekrutonin femra për t'i punësuar si masazhatore, por më pas i detyronin të kryenin shërbime seksuale kundrejt pagesës. Ndaj vëllezërve Roshi rëndon akuza e pastrimit të parave kryer në bashkëpunim. Nga hetimet, prokuroria provoi se pasuritë e tyre nuk justifikohen nga të ardhurat dhe dyshohet se rrjedhin nga veprimtaritë kriminale. Me kërkesë të prokurorisë, gjykata sekuestroi pasuritë e vëllezërve, një sipërfaqe 34 metra katror, apartament me sipërfaqe 106,4 metra katror në rrugën Hoxha Tasin, post parkimi me sipërfaqe 41,2 metra katror në Tiranë dhe 3 automjete tip Benz, Volkswagen dhe Skoda, njoftoi prokuroria. Arrest me burg vendosi një gjykat turke mëngjesin e kësaj të diele për kryetarin e Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu. Ky i fundit akuzohet për korrupsion dhe mbështetje ndaj organizatës terroriste PKK. Imamoglu, rivali kryesor i Erdogan, ndodhej në paraburgim që nga e mërkura, duke nxitur protesta masive në qytetet kryesore nga mbështetësit e opozitës. Një gjykat turke vendosi mëngjesin e kësaj të diele masën e arrestit me burg për kryetarin e Bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu, i cili akuzohet për korrupsion dhe mbështetje të një organizate terroriste, raportojnë mediat në Turqi.
Burgimi i tij konsiderohet gjërësisht si një lëvizje politike për të hequr një pretendent kryesor nga gara e ardhshme presidenciale e planifikuar aktualisht për në vitin 2028. Imamoglu ishte në paraburgim që nga e mërkurë për disa akuza duke përfshirë rishfet, ndihmë dhe nxitje terrorizmi. Zyra e kryeprokurorit publik të Stambollit akuzoi Imamoglu dhe disa zyrtar komunal për krime, duke përfshirë formimin dhe udhëheqjen e një organizate kriminale, rishfet, mashtrim dhe marrje të paligjshme të dhënave personale. Për më tepër, Imamoglu së bashku me 3 zyrtar të tjerë të lartë akuzon për ndihmë ndaj një organizate terroriste që ka lidhje me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit. Prokurorët pretendojnë se Imamoglu dhe disa zyrtar të lartë komunal mbajtën kontakte të vazhdueshme dhe të gjëra me Azad Barish, që dyshohet se ishte një antar i lartë i degës politike të PKK. Hetuesit kanë cituar dëshmitë e punonjësve të bashkisë, të dhënat financiare dhe raportet e inteligjencës për të mbështetur pretendimet se antarët e grupit terrorist kishin deportuar në qeverinë komunale. Aktakuza më tej pretendon se Imamoglu luajti një rol vendimtar në emërimin e individëve në Këshillin e qytetit që ishin të lidhur me këto aktivitete, duke argumentuar se kryetari i bashkisë ishte plotësisht në dijeni të përkatësive të tyre. Teksa jepej vendimi mbështetësit e Imamoglu dhe opozitës turke, të cilët ndodheshin para ndërtesës së gjykatës, deklaruan se vendi i tyre po përballej me shtypje. Ekrem Imamoglu do ta bëjmë president, deklaruan ata, ndërsa qindra forca policie kishin rrethuar zonën. Që prej ditës së ndalimit të tij në qytetet kryesore turke janë zhvilluar protesta ku kërkohet lirimi i kreut të Bashkisë së Stambollit. Drejtuesi politik i Hamasit mbeti i vrarë mëngjesin e kësaj të diele nga një sulm ajror izraelit. Banorët në Han Yunis thanë se viktim mbeti edhe bashkëshortja e tij. Izraeli rifilloi sulmet në Gaza në fillim të kësaj jave, duke i dhënë fund fazës së parë të një armëpushimi që zgjati pothuajse 2 muaj. Një sulm ajror izraelit në qytetin jugor të Han Yunisit në Gaza la të vdekur udhëheqësin kryesor politik të Hamasit, Salah al-Bardawil, njoftoi një zyrtar i Hamasit për BBC-n. Banorët e Gazës thanë se sulmi ajror vrau kreun politik të Hamasit dhe bashkëshorten e tij, ndërsa pala izraelite nuk e komentoi ngjarjen. Përmes një deklarate të dielën Hamasi tha se Bardawil, 66 vjeç, po kryente lutjet e mëngjesit me bashkëshorten e tij kur një raketë izraelite goditi çadrën e tyre. Babai i 8 fëmijëve, Bardawil ishte një nga figurat më të shquara politike të Hamasit. I lindur në kampin e refugjatëve Han Yunis, ai dihej se ishte i afërt me liderin e Hamasit, Yahya Sinwar, dhe konsiderohet pjesë e gjeneratës së dytë të udhëheqjes së Hamasit pas themeluesve të lëvizjes. Ai drejtoi krahun politik të bllokut parlamentar të Hamasit dhe u rizgjodh në byron politike të grupit në vitin 2021. Autoritetet shëndetësore në territorin palestines të drejtuar nga Hamasi thanë se të paktën 18 vet u vranë në Han Yunis dhe më tej në jug të Rafat të dielën. Izraeli rifilloi sulmet e rënda në Gaza në fillim të kësaj jave, duke i dhënë fund fazës së parë të një armëpushimi që zgjati pothuajse 2 muaj. Izraeli fajsoi Hamasin për refuzimin e një propozimi të ri amerikan për të zgjatur armëpushimin. Hamasi nga ana tjetër akuzoi Izraelin për braktisjen e marrëveshjes origjinale të ndërmjetësuar nga Katari, Egjipti dhe SBA. Ai parashikonte tërheqjen e trupave izraelite dhe lirimin e mëvonshëm të pengjeve izraelite dhe të burgosurve palestinez, përveç negociatave për t'i dhënë fund luftës tërësisht dhe rindërtimin e Gazës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka hequr lejet e sigurisë për ish presidentin Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton dhe për disa ish zyrtar të tjerë të lartë, kanë vendosur se nuk është më në interesin kombëtar që këta individ të kenë akses në informacion të klasifikuar, thuhej në memorandumin e Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka hequr lejet e sigurisë për rivalët e tij demokrat kundër të cilëve ka fituar më parë në zgjedhje: Joe Biden, Kamala Harris dhe Hillary Clinton, si dhe një numër ish zyrtarësh të tjerë të lartë. Masa vjen pasi Trump tha në shkurt se po revokonte lejen e sigurisë për paraardhësin e tij Joe Biden. Ai e konfirmoi këtë lëvizje në njoftimin e fundit të premten, duke shtuar se po revokonte gjithashtu lejen e sigurisë për çdo antar tjetër të familjes Biden. Kanë vendosur se nuk është më në interesin kombëtar që këta individ të kenë akses në informacionin e klasifikuar, thuaj në memorandumin e Trump.
ish presidentët e SBA-s dhe zyrtarët e lartë të sigurisë zakonisht e mbajnë lejen e tyre të sigurisë. Ish sekretari i shtetit Antony Blinken dhe ish ligjvënësit republikan Liz Cheney dhe Adam Kinzinger ishin gjithashtu në listën e atyre që humbën lejet e tyre të sigurisë, si dhe Fiona Hill, një ish këshilltare për çështjet ruse në administratën e parë të Trumpit. Presidenti amerikan më herët kishte tërhequr lejet e sigurisë për disa ish zyrtar të inteligjencës, të cilët ai i akuzoi për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit 2020 në favor të Bidenit. Në vitin 2021, teksa Biden ishte në detyrë, ndaloi Trumpin që të kishte akses në informacionet e inteligjencës, duke përmendur sjelljen e tij të çrregullt. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të revokojë statusin e përkohshëm ligjor të më shumë se gjysmë milioni emigrantëve nga Kuba, Haiti, Nicaragua dhe Venezuela. 530.000 emigrantët u sollën në Shtetet e Bashkuara në bazë të një programi gjatë qeverisjes së ish presidentit Biden, i cili ishte krijuar për të hapur rrugë ligjore të emigracionit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se do të revokojë statusin e përkohshëm ligjor të më shumë se gjysmë milioni emigrantëve nga Kuba, Haiti, Nicaragua dhe Venezuela. Këta emigrantë janë paralajmëruar të largohen nga vendi përpara se të anulohen lejet e tyre më 24 prill, sipas një njoftimi të postuar nga qeveria federale. 530.000 emigrantë u sollën në SBA në bazë të një programi gjatë qeverisjes së ish presidentit Biden, të njohur si CHNV, i cili ishte krijuar për të hapur rrugë ligjore të emigracionit. Trump e pezulloi programin sapo mori detyrën. Mbetet ende e paqartë se sa prej këtyre emigrantëve kanë mundur të sigurojnë një status tjetër përkohësisht, që do t'i lejonte ata të qëndronin ligjërisht në SBA. Programi hyri në funksion në vitin 2022, duke mbuluar fillimisht venezuelianët përpara se të zgjerojë në vende të tjera. Programi i dha mundësinë emigrantëve dhe anëtarëve të familjes së tyre të fluturonin në SBA nëse kishte sponsor amerikan dhe të qëndronin për 2 vjet në një status të përkohshëm emigrimi. Administrata Biden argumentoi atëherë se programi do të ndihmonte në frenimin e kalimeve të palishme në kufirin jugor të SBA-s dhe do të lejonte verifikimin më të mirë të atyre që hynë në vend. Departamenti i Sigurisë Kombëtare të premten kritikoi administratën e mëparshme dhe tha se programi kishte dështuar të realizonte qëllimet e tij. Trump po shqyrton gjithashtu nëse do të anulojë statusin e përkohshëm ligjor të rreth 240.000 ukrainasve që ikën në SBA gjatë konfliktit me Rusinë. Ndalemi tani te zhvillimet nga sporti kombëtar.